shumë në rregull, fole për atë vjerën që i the Kuçedër. Kështu kam thonë, për një vjerë, që në këtë shekull i fsheh nusës ushqimin, shan dhe e keq trajton. Po kur është nusja Kuçedër, si është zgjidhja? Thuj çunit mori Kuçedër tjetër, në tajnë Kuçedrat njëna tjetër. Thuj çunit, pse s'martohesh me gru tjetër? Në lej Kuçedrat. Po duhet me i thonë çunit, duhet me i thonë çunit. Nusja s'ka faj vallaj. E ka fajnë avdallu jot. Avdallu jot ka marrë fund si njeri, e nusja i fsheh ushqimin vjerës. Ti isha unë gjykatës, e të mbinte kjo çështje, ndorë këtë grunë arrestojsha dhe e dënojsha 12 vjet e lejsha në burg. I fsheh vjerës ushqimin 12 vjet. Nëse po të sillte mirë 3 muajt e parë, 6 muajt e parë, bëjtë tobe, e nxirrsha. Po herë si fillim ja jepsha dënimin 12 vjet sa ti shpifet diabeti dhe në smundje tjetër. Pastaj po pendua ti në burg, po u soll mirë, e nxjerrim shpejt. Po na dhon ai lek. Nxjerrim.